U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me të ftuarit tanë që kemi sot në emisionin tonë. Në një kohë ku ritmi i jetës po e sfidon gjithnjë e më shumë kulturën e leximit, vjen një vepër që vendos pikërisht këtë proces në qendër të vëmendjes, Anatomia e leximit, trajtesa letrare e autorit Zeqir Kadriu. Është një përpjekje serioze teorike dhe kritike për të zbërthyer aktin e leximit përtej dimensionit të tij të zakonshëm. Sot flasim për këtë botim, për rëndësinë e leximit kritik dhe për sfidat e kulturës së leximit në kohën moderne. Dhe sot me mua në studio kemi profesorin Zeqir Kadriu. Përshëndetje profesor, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Faleminderit shumë. Uroj edhe juve suksesin në punën që keni dhe në emisionet që bëni, që natyrisht përmes kësaj jepni një mesazh shumë pozitiv për teleshikuesit. Kështu që shfrytëzoj rastin të përshëndes edhe teleshikuesit e juaj dhe që uroj punë të mbarë. Unë, si që the edhe vetë, kam bërë një libër tani, libri titullohet Anatomia e leximit, dhe përmes kësaj kam dashur që të jap reflekse pozitive për gjithë ata të cilët janë lexues të pasionuar. Më vjen keq që kohëve të fundit kemi pak lexues dhe këta lexues të paktë her pas here na bëjnë edhe pesimist, po megjithatë shpresojmë që do kthehet sërish mënyra e lexuarit, sepse ajo ka edhe format e veta analitike, kritike, refleksive dhe kështu me radhë. Kështu që në këtë aspekt unë u mundova përmes një punë një vjeçare të nxjerr një sipërfaqe, një libër i cili natyrisht do reflektoj tek lexuesit, tek studentët, tek ata të cilët janë pasionues të leximit të rregullt dhe të jap një mesazh për të cilën doja t'ju them që nuk është vetëm një lexim a priori, një lexim i thjesht, normal sa për të lexuar, por ajo ka edhe mesazhin e vet, ka edhe të ashtu quajturën refleksin e të dhënit pozitiv të ideve, mendimeve, kritikës, refleksionit pozitiv e kështu me radhë. Pse vendosët ta titulloni librin Anatomia e leximit? Çfarë nënkupton për ju anatomia në këtë kontekst? Jo pa qëllime kam zgjedhur Anatomia e leximit, sepse anatomia është një term sadopak mjekësor. Anatomi ka të bëjë me atë esencën e brendshme të zbërthimit të gjërave në mënyrë të detajuar, jo lexim sipërfaqësor a priori. Kështu që kur futemi në thelbin e të lexuarit kritik dhe japim atë anën pozitive të asaj që e kemi lexuar, atëherë japim detajet më të thelluar të ashtu quajturës mbrendit dhe të lexuarit që në mënyrë simbolike e kemi quajtur anatomi. Çfarë ju shtyu të trajtoni pikërisht procesin e leximit si objekt studimi në këtë vepër? Janë disa shtysa, disa arsye të cilat i kam vërejtur edhe me studentët e mi që kohëve të fundit kanë dëshirë më pak të lexojnë, më shumë të shikojnë rrjetet sociale dhe të shfrytëzojnë internetin e inteligjencën artificiale, por ajo është shumë pozitive dhe ne mirë është që kemi arritur në këtë pikë, ajo do ndihmoj shumë edhe për shkencën, por duhet të them që nuk është mirë që atë ta shfrytëzojmë për të bërë dembelizmin tonë. Ne duhet ta shfrytëzojmë atë vetëm për anët pozitive, të gjejmë elementet të cilët na japin një hapësirë kohë shumë të shpejtë për ta realizuar dhe kjo në një farë mënyre të mos anashkaloj të ashtu të lexuarit që ne kemi pas si traditë të lexuarit permanent, të lexuarit kritik, të lexuarit sipas metodologjisë të punës kërkimore shkencore. Kështu që ju bëj apel të gjithë lexuesve, studentëve në radhë parë dhe kritikëve letrar, jo vetëm atyre, po edhe të tjerëve të cilët merren ose leximin e kanë vetëm si hobi, që të hyjnë thellë në trajtesa të cilat jo të gjithë njerëzit i bëjnë, por i bëjnë me qëllim të caktuar për të nxjerrë në sipërfaqe gjërat më pozitive të cilat natyrisht një lexues i mirë ose një lexuese mirë i ka parasysh dhe din në mënyrë të natyrshme t'i zbërthej. Kështu që unë nga ky aspekt këtë libër e kam ndarë në disa kapituj. Domethënë si lexohet poezia,
dhe si nënkuptohet ajo, si lexohet proza, si nënkuptohet ajo, si lexohet leximi kritik si bëhet dhe si jepen sqarime për atë, jo që kjo do të ndihmoj kush e di çka, aty unë kam dhënë komtesat e mia të cilat brenda një viti i kam punuar dhe ata janë ca gjëra të cilat jam munduar të trajtoj në pikpamje shkencore, duke dhënë argumente sepse të lexuarit nuk është thjesht vetëm një punë a priori sa për të kaluar kohën, por ajo do edhe zbërthimin e saj, do edhe analizën e saj, do edhe sintezën e saj, do edhe elementet tjera të cilët janë pjesë e metodologjisë, më falni, të punës kërkimore shkencore. Mund të na thuani se në librin tuaj theksoni rolin e lexuesit në ndërtimin e kuptimit. Sa i rëndësishëm është lexuesi krahas autorit dhe tekstit? Jashtëzakonisht është me rëndësi sepse lexuesi ka lexues të cilët janë lexues të rëndomt, lexues si përfaqësor, ka lexues që janë kritik, pjesa e asaj kritikës ban pjesën ata të lexuarit e njerëzve të cilët merren me kritikë letrare dhe shumë të tjerë. Dhe në këtë aspekt patjetër që të bëjmë dallimin. Dhe kjo reflekton atë elementin pozitiv për ta parë me shumë kujdes një çështje e cila natyrisht të mos jetë një lexim formal, ashtu siç lexojmë një tregim ose siç lexojmë një novel apo ese, po të jetë një çështje pak më thellëse, kaq për t'i dhënë kuptim asaj dhe për të parë se ç'kuptim ose ç'mesazh na jep për jetën, për zgjidhjen e problemeve e kështu me radhë, sepse në fund fare edhe letërsia si shkencë, edhe pse është shkencë filologjike, po ka artin e saj në vete. Në qoftë se e lexojmë me shumë kujdes, ne do të nxjerrim shumë gjëra në sipërfaqe. Në qoftë se e lexojmë a priori, pa i dhënë edhe detajet e saj, atëherë do të mbetemi një lexues shumë formal i cili në të shumtën e rasteve në kohët e fundit sot një pjesë dërmuese e të rinjve tanë për arsyet që dihen, sepse zhvillimi teknologjik e ka bërë të veten, tërheqen ose shkojnë nga më e lehta, duke anashkaluar leximin e detajuar, leximin refleksiv, leximin kritik dhe leximet të tjera të cilat janë më të thella dhe që japin kuptim jetës. A mendoni se mënyra e leximit ka ndryshuar në epokën digjitale dhe si ndikon kjo në interpretimin letrar? Kujtoj që në këtë aspekt shumë ka ndryshuar. Le të marrëm vetëm dekadën e fundit, sepse është ajo dinamika e zhvillimit të inteligjencës artificiale. Dhe ne kemi hasur tek studentët tanë të cilët kohët e fundit na kanë sjellë punime jashtëzakonisht të shkëlqyera. Dhe kur kemi futur në provën që e quajmë në një software të provës kërkimore shkencore, kemi parë që mendimet dhe idetë nuk janë të tyre, por janë të huazuara. Dhe këte nuk duhet ta lejojmë ne tek studentët tanë për vetë faktin sepse ajo na çon në një plagiatur, e cila plagiatur nuk i ban mirë as studentit, as intelektualit, pas edhe lexuesit të rëndomt. Sepse përmes asaj ne e dobësojmë veten në një farë mënyrë, nuk e lëmë që të zhvillohemi aq sa duhet. Ne duhet në mënyrë permanente të zhvillojmë gjërat duke lexuar, sepse zhvillimi dhe leximi, më falni, e zhvillon shumë qenjen njerëzore. Ju e keni vërejtur që njerëzit që janë të lexueshëm janë shumë më mirë edhe në mënyrën e të komunikuarit, edhe në mënyrën e të interpretuarit të gjërave. Njerëzit të cilët janë lexues të pak të themi, ose janë lexues formal, ato kanë mungesë edhe në komunikim, kanë mungesë edhe në shprehje, kanë mungesë edhe në lidhjen e fjalëve në fjali, sepse në një farë mënyrë ju mungon sintaksa, fjalori i mjaftueshëm dhe shumë gjëra të tjera. Nga ky aspekt ne nuk guxojmë që studentët tanë ose të rinjt tanë t'i lejojmë deri në atë shkallë që ata të shndrohen vetëm në njerëz formal që do shikojnë 2-3 vargje ose 2-3 rreshta nga IT-ja dhe do t'japin një përgjigje. Po duhet të kenë horizont më të gjatë, të kenë dije më shumë, të kenë fjalor më të shumt. Ju mjafton që të lexoni një vepër të një autori shqiptar, le ta zëmë të Kadares, ju aty nuk mësoni vetëm se si lexohet romani, po si lexohet, si përdoret gjuha, si përdoret stili, si përdoren elementet të cilët i japin vlerë një intelektuali apo një njeriu për ta ngritur në stadin
e një njeriu i cili natyrisht i posedon vetit intelektuale të mirëfillta. Pra leximi nuk është thjesht një gjë a priori sa për të shkuar kohën, por ajo ka edhe elementet e saj, ndaj mesazhi që duhet të jap tek libri është i tillë që të reflektoj të njerëzit, të ata të cilët kanë dëshirë të mos jenë vetëm lexues formal, po të jenë më të thelluar në përfitimin e njohurive, ideve dhe çështjeve të cilat janë në interes shoqëror. Mund të na thuani se libri ka një qasje teorike dhe kritike. Kujt i drejtoheni më shumë, studiuesve, studentëve apo lexuesve? Vërtet është libri kritik. Unë kam pasur 2 recenzentë të cilët janë profesor të nderuar nga Universiteti i Kosovës, në fakt nga Universiteti Kadri Zeka në Gjilan. Është një profesor emeritus i quajtur Merxhan Abdyli dhe Flamur Maloku, të cilët e kanë shiquar tekstin. Në tekst ka aty afro 160 faqe të cilët trajtojnë gjëra jashtëzakonisht kumtesa të cilat janë të kategorizuara të analizave që kanë bërë nga proza, nga poezia, nga të lexuarit e eseve dhe kritikës. Kështu që ajo të cilën e interpreton në rastin konkret recenzenti ose që e jep në rastin konkret është një refleks për t'i dhënë edhe autorit se a e ka mesazhin të qartë përpara lexuesve a nuk e ka. Edhe unë kam marrë bekimin nga ata që është në rregull. Tani sa do të reflektoj tek lexuesi, konkretisht tek studentët, sepse aty është bazamenti jonë. Domethënë studentët tonë deri tani kanë pasur dhe sfida të shumta, kanë kaluar në për rrugë të ndryshme. Megjithatë, ne duhet kohët e fundit të kërkojmë më shumë cilësi prej tyre, sepse duke kërkuar cilësi më tepër, ne do t'i zhvillojmë më tepër ato, do të jenë më të përgatitur për jetën, do të jenë më të aftë për vetveten, do ta njohin më shumë profesionin. Pavarësisht se çfarë lexon ai, sepse fusha të ndryshme janë të lexuarit. Dikush ka për të lexuar nga profesioni vet, nga shkencat eksakte, dikush nga shkencat shoqërore, dikush nga matematika, fizika, nga shkencat humane. Gjithsecili kur do të lexojnë atë fushë, do të zhvillohet më tepër, por duke pasur parasysh që a priori të mos lexoj çfarëdo libri, sepse kohët e fundit kemi edhe libra të cilët kanë dalur ashtu siç kanë dalur, nuk duhet të abuzojmë me keqpërdorimin e tyre, por kemi të tilla të cilët dalin pa kritere, të cilët do duhet të ishin pa recenzent, pa njerëz të cilët kanë kaluar në për ato filtret e korrektimit dhe lektorimit. Dhe si të tilla, kur shkon të lexuesi libri duhet të jetë krejtësisht, domethënë në nivel të ai duhet të jap mesazhin e duhur që çdo libër e ka edhe e ka pas në vete. Nuk dua të them që nuk ka autor që nuk bëjnë libra të mirë, por mund të them se ka më shumë që nuk bëjnë libra të mirë se sa ata që bëjnë. Dhe në fund, profesor, pas kësaj vepre, a planifikoni të vazhdoni me botime të tjera në fushën e teorisë dhe kritikës letrare? Gjithsesi që po, në qoftë se do kem mundësi, sepse janë do faktorë tjerë që determinojnë jetën e njerit. Unë kam në dorë edhe 2 vepra të tjera tani, të cilat duhet të jap për botim, sado që kemi vështirë ne botuesit të sotëm janë njerëz të cilët nuk kanë edhe shumë të mira materiale për t'i nxjerrë në dritë ato. Por unë duhet të falenderoj, përfitoj nga rasti edhe Universitetin Kadri Zeka, i cili ka mundësua që të dalë në dritë ky libër. Në dorë tani kam një libër me një titull karakteristik të titulluar Studentiada. Dhe pse kam vënë këtë libër? Ende e kam të babotuar, po shpresoj që në të ardhmen do të dalë në dritë. Kam pasur rastin që të jem mentor i më shumë se 20 studentëve të masterit dhe 13 doktorantëve. Dhe aty kam parë njerëz dhe personalitetet të ndryshme. Për secilin prej tyre kam bërë nga një recension, për secilin prej tyre kam bërë nga një version të CV-së së shkurtër dhe kam dhënë mesazhin tim se njerëzit, pavarësisht se
studiojnë fushat të ndryshme të gjuhës, kulturës, letërsisë, historisë, historiografisë tonë kombëtare, kanë secili specifikat e veta të ndryshme. Dhe nga ky aspekt jam munduar që asaj t'i vej një emër karakteristik studentiade që do të thotë të studiosh nuk është a priori vetëm të shkosh në fakultet, të dëgjosh ligjëratat apo të japësh provimit, po të studiosh në kuptimin e mirëfillt të fjalës dhe të nxjerrësh më të mirën në sipërfaqe për ta bindur profesorin, për ta bindur bashkëbiseduesin tënë se ti vërtet e zotron një gjë e cila natyrisht të ka krijuar si personalitet dhe të ka bërë domethënë që të marrësh edhe një vlerë, një titull shkencor apo një gjë tjetër. Ju falenderit shumë profesorë që ishit pjesë e misionit Ritmi i ditës. Shpresojmë që së shpejti do i kemi edhe ato 2 libra tjera dhe të jemi përsëris bashku për të folur edhe më tej. Shumë falenderit edhe nga ana juaj për konsideratën, për vëmendjen që keni her pas here, sepse në shumë raste edhe mund të anashkalohemi, por unë nuk e ndjej veten të anashkaluar. Ju falenderoj juve në radhë të parë, emisionet që bëni ju, po edhe mesazhin që mund të përcjellim te lexuesi, i cili natyrisht mund të ndikoj pozitivisht. Ju falenderit edhe një herë shumë dhe përshëndes edhe teleshikuesit tuaj të cilët po na ndjekin. Faleminderit.